Tre breza të jasharve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Epopeja e UÇK-s i dha një hov të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare, shpërthyen demonstrata gjithpopullore dhe solidaritet i papar historikisht ndërmjet shqiptarëve në Ballkan, por edhe gjithandej në Mërgat, e njëkohësisht edhe u vetëdijsua e ndërgjegjësua edhe publiku ndërkombëtar, edhe diplomacia botërore. Sot Basa Shaban do të ishte 100 vjeç, e si vjet Hamza do të bëhej 75 vjeç, e Ademi 70 vjeç. Ata nuk i kemi më fizikisht, por ata kanë vetëm ditëlindje. E kanë 2 prillin, 19 prillin dhe 28 nëntorin. Ndërkaq vdekja e tyre, rënja e tyre heroike është epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe tash ndonse nuk e kemi kryekomandantin Adem Jashari, Basen Shaban e Hamzën, dhe të gjithë të tjerët të jasharëve që u sakrifikuan para 27 vjetëve, e kemi Basen Rifat që do ta vizitojmë, me shpinë plot nipa e mbesa, por mbi të gjitha e kemi Kosovën Republik me demokraci dhe zhvillim. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit shqiptar. Për lirin që sot ne po jetojmë të lirë, falë në stret planës, i cili ma ka mundësu për mi marë emër dhe mbiemër dhona të tyne, unë jam këto për të prezentuar një përkujtim për ta dhe të mbesin në historinë tonë kombëtare. Si simbol për ta për t'i kujtuar, kisha pas shërë që zonja e parë e Kosovës të nështruj si simbol për ta. Që qëto të djonë. Si që është Në shkrimin, e? Po. Ja, hej, ska mos. Ju përdole për para. Ja. Kërpare parlamentit dhe zotërën Binkitë. Se hapësira e vogël po. Zotëri parlament. Zotëri parlament. Faleminderit. Falenderoj nga zemra. Sigurimi që të hapë rrugën. Hadi që ke pjesë e ma e gjonë që
Në kruv, konal. Po atje do. Вчера хочу помогать, не шаг. Ну, полюбить злобу. А то один момент. О, супер, Олег. Post. Post lere. Post, ja. Po. Витамин. Berlin haben wir